vjen një vajzë, në fakt ne kemi që 3-4 ditë para dasmës, vjen bën ato përgatitet veta para dasmës, që ditën e dasmës ajo të jetë me flokë të lyra gjitha. Dhe kur vjen, kemi kohë që edhe ne të flasim. Dhe them një vajzë, them si do t'i bësh flokët, sot është dita jote më e lumtur? Më thot, në fakt jo. Dhe unë pata, edhe unë këtë reagim pata. Sot tha, po martohem, tha, për prindrit e mi, tha. Unë kam pasur, ajo jeton të jashtë, kam pasur 6 vjet lidhje me një të huaj dhe prindrit nuk ja kishin pranuar dhe i kishin thënë që ti duhet martohesh me një shqiptar. Dhe ajo po martonte me një shqiptar. Çfarë ndodh sot me këtë digjet? Jo, vazhdon jetën. Me këtë shqiptar? Me shqiptarin. Nuk e dim akoma, domethënë, unë aq më mbaroj. Kurse një vajzë tjetër, edhe ajo që më thej që ti bëje grimin dhe kjo qande? Të gjithë kohës. Dhe unë atë ditë, jo sinqerisht, domethënë, unë atë ditë jam ndier dhe unë shumë keq. Shumë keq. I thash, dhe më fal, gota them, i thash edhe je në komë, thikësh, s'ka problem, i thash, nuk ti marr as lekë. Më këshillë paske. Nuk ti marr as lekë. Vetëm ti je lumtur, i thash, mos e bëj nëse nuk je lumtur. Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.